Konfindustria ka shprehur mbështetje për vendimin e qeverisë shqiptare përmes bordit të transparencës për vendosjen e çmimeve tavan të karburanteve në tregtin me shumicë dhe pakicë. Në një reagim zyrtar, Konfindustria thekson se kjo përbën ndërhyrjen e parë të drejtë të ekzekutivit në tregun e karburanteve në kushtet e një krize të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Sipas saj, masat e marra janë në të njëjtën linjë me politikat e ndjekura nga vendet e rajonit dhe më gjerë për zbutjen e efekteve të krizave globale në tregjet energjetike. Konfindustaria nënvizon se çmimet e vendosura për produktet e karburanteve rezultojnë mbi 8% më të ulta, çka sipas saj dëshmon për ekzistencën e hapësirave për spekulime nga operatorët e tregut dhe për nevojën e forcimit të mbikëqyrjes në këtë sektor strategjik. Në këtë kuadër, Konfindustria i bën thirrje qeverisë që krahas kontrollit të vazhdueshëm përmes bordit të transparencës, të ndërmarrë masa të mëtejshme strukturore. Ndër rekomandimet kryesore përfshihen ulja e barrës fiskale mbi karburantet dhe taksat e mjeteve deri në nivelet mesatare të rajonit, si dhe krijimi i një enti rregullator të posaçëm për karburantet, si institucion i përhershëm mbikëqyrës. Gjithashtu, Konfindustria kërkon rishikimin e strukturës aktuale të tregut, duke evidentuar problematika të mundshme të tipit kartel dhe oligopol në hallkat e importit, përpunimit dhe tregtimit të karburanteve. Në përfundim, Konfindustria propozon ndërtimin e një rafinerie për përpunimin e naftës vendase, me synimin për të mbuluar të paktën 30% të nevojave vjetore të vendit, duke rritur kështu sigurinë energjetike dhe pavarësinë ekonomike të Shqipërisë.